Për qeverinë, korriku është një afat i mjaftueshëm për të realizuar një reformë territoriale cilësore. Ministri për pushtetin vendor Ervin Demo u shpreh se komisioni i posaçëm duhet të vijojë me punimet pa vonesa, pasi anëtarët i kanë të gjitha kushtet për të finalizuar produktin në kohë. Ne nuk kemi pse negociojmë midis kohës dhe cilësisë. Unë besoj që ne kemi kushtet e duhura për të ndërtuar një reformë cilësore, por kuptohet që kjo automatikisht nënkupton një qasje konstruktive nga të gjitha palët. Teksa zgjodhit mos jap detaje sa i përket numrit të bashkive që do të nxjerrë reforma, Demo nënvizoi si institucionet vendore duhet të përgatiten dhe për ndryshimet që sjell procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Do të kërkojë një transformim radikal të gjitha institucionet. Dhe kur flasim për bashkit, unë gjithmonë e përmend faktin që një lloj mënyre një tsunami është duke ardhur nga pikpamje regulative dhe e përgjegjësive të reja dhe standardeve të reja që bashkitë duhet plotësojnë, si rrjedhoja e procesit të integrimit. Ndonë si qeveria ende nuk ka përfunduar me miratimin e zonave prioritare sa i përket nismës së paketës së maleve, ministri tha se numri i aplikantëve ka shkuar në 400. Sot që ne flasim, ne jemi te një shifër rreth 400 aplikime, por duhet kuptojmë, po flasim për këtë 400 aplikime të cilat kanë probabilitet shumë të lartë suksesi. Nuk po flasim për shprehje interesi në këtë fazë. Po flasim për aplikime të cilat janë brenda zonave prioritare që janë shpallur, me ritmin që ne jemi duke ndjekur, besoj që targeti prej 1000 aplikimeve deri në fund 2026 është shumë i realizueshëm. Gjatë konferencës për shtyp, Demo u ndal dhe tek përgatitjet për sezonin turistik. Ai theksoi se bashkitë po punojnë ngushtësisht me institucionet qeveritare për pastrimin e zonave bregdetare dhe atyre pranë liçeneve, ku pritet fokus i lartë turistësh.